i nderuar kryqëgjykus, lidhur me rastin për të cilin akuzohen, dua të deklaroj se veprimi për të cilët shërbëhen para jush ka qenë aktivitet politik me qëllim të qartë. Vetëm një sekond, a ka nevojë më shkruar për kinë shkrim, Lezozan? Ka nevojë më shkruar se vazhdimsi kumbo. Atëherë probably të shkruaj bankadorë se për na vjen masë trafikanti. Lidhur me rastin që akuzohen, po? Dua të deklaroj se veprimi për të cilët sot ndodhet para jush ka qenë aktivitet politik me qëllim të qartë. Kundërshtimin dhe përpjekjen për të parandaluar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me marrëveshje përmes së cilës Republika e Kosovës humbi 8.200 hektarë territor. Demarkacioni ishte gabim atëherë dhe mbetet gabim edhe sot. Koha që ka kaluar prej atyre ngjarjeve nuk e ka zbejt arsyen e kundërshtimit tonë. Përkundrazi, ajo ka bërë edhe më të qartë se çfarë kemi kundërshtuar dhe çfarë kemi synuar të parandalojmë. Pavarësisht përpjekjeve tona, marrëveshja u ratifikua. Sot, Republika e Kosovës ka 8.200 hektarë në park. Territori një republike nuk është një abstrakcion, nuk është vetëm një vijë në hartë, një numër hektarësh në një dokument, apo një çështje që përfundon kur mbyllet një seancë të kuvendit. Mbyllet në një seancë të kuvendit. Territori është hapësira ku ushtrohet sovraniteti i shtetit, ku njerëzit kanë prona, shtëpi, të drejtat dhe jetën e tyre. Një vërtim përfundon brenda një vite, pasojat e tij mund të mbeten për breza. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur. Ka një ironi të rëndë në faktin se sot në cilësinë e ministrit kundër brendshme më drejtohen pikërisht qytetarë të asaj zone, duke kërkuar ndihmën e shtetit për vështirësitë me të cilat përballen. Shtetit përvështës me të cilat përballen. Unë si përfaqësues i parti shtetit duhet përpiqen të sjell pasoja të një vendimi që si deputet jam përpjekur të ndaloj. Ndërkohë, gjykohem për përpjekjen për ta penguar atë vendim. Pra kjo është paradoksi që koha në ka sjellë përpara. Territori është humbur, pasojat kanë mbetur, qytetarët kërkojnë zgjidhje. Ndërsa para drejtësisë, pas gjithë këtyre viteve, vazhdojnë të jenë ata që kërkojnë të ndalin humbje.
nuk po e them këtë për të shmangur përgjegjësisë time individuale. Përkundrazi, jam këtu dhe kërkoj që çdo veprim imi të shërtohet. Por historia nuk mund të përmbyset deri në atë pikë sa kundërshtimi i humbjes. Përkundrazi, a mund të shpjegoni herë se kam e mas? Jam këtu Përkundrazi këtu? dhe kërkoj që çdo veprim imi të shërtohet. Por historia nuk mund të përmbyset deri në atë pikë sa kundërshtimi i humbjes së territorit të mbetet në bankën e të akuzuar. Ndërsa vetë humbja e territorit të trajtohet sikur të ishte një fakt pa autor, pa vendimarrës dhe pa përgjegjësi. Një shtet nuk duhet të ketë kujtesë vetëm për kundërshtimin e një vendimi, duhet të ketë kujtesë edhe për vendimin dhe pasojat e tij. Prandaj, pas gjithë këtyre viteve, nuk kam arsye ta ndryshoj qëndrimin tim politik për demarkacion. Vetëm sepse sot jam para një trupi gjykues. E kam kundërshtuar atëherë edhe konsideroj të gabuar edhe sot. Nderuar trup gjykues, duhet të jem aq i qartë për një çështje tjetër, e cila është thelbësore për përgjegjësinë time penale. Në një proces penal duhet vlerësohet veprimi konkret. Cili është mjeti, si është përdorur mjeti, ndaj kujt është përdorur, me çfarë qëllime, çfarë rreziku konkret ka krijuar, dhe nëse janë përmbushur elementet e veprës penale që mobilet në bazë. Qësë në një të kriju, rreziku ka krijuar dhe përmbushur elementet e veprës penale. Po? Që më vjet në bazë. Pamjet e asaj dite ekzistojnë dhe janë para kësaj gjykate. Ato duhet të vlerësohen për atë që tregojnë realisht. Deputetët kanë qëndruar në sallë. Edhe ne kemi qëndruar aty. Dhe tha nuk qëndron pretendimi i prokurorisë, se deputetët kanë lëshuar sallën. Nuk ka pas qëllim për të rreziku jetën e askujt. Qëllimi ishte tjetër, dhe ai nuk është fshehur as atëherë, as sot. Qëllimi ishte ndërprerja e seancës dhe pengimi i votimit të marrëveshjes së demarkacionit. Për të cilën gjë unë sot nuk po gjykohem. Ishte veprim politik kundërshtues ndaj një vendimi politik.
dim se përgjegjësia penale është individuale. Prandaj, ajo nuk mund të ndërtohet vetëm mbi emrin që ligji ia jap Njësandit. Njësandi që u vërtetu se nuk di çfarë është. As çfarë kapaciteti, as çfarë doze, as mënyrën e përdorimit, dashjes nga elementet që kërkon dhe parlamenti. Unë, as të tjerët, nuk kemi pas dashje për të cënuar jetën, apo të integritetin fizik të askujt. Kam pas qëllim, pengoj një vendimore politike që e konsideroja dhe vazhdoj ta konsideroj të dëmshme për Republikën. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi politik dhe njerëzor i këtij procesi. Sot unë jam para gjykatës, sepse kam tentuar të ngoj paljen 8.300 hektarëve të teritorit politikës së Kosovës. Vendimin që ne kundërshtuam ndërkohë është marrë, territori është humbur, pasojat kanë mbetur. Por përgjegjësia nuk mund të ketë vetëm një drejtim. Nuk mund të kërkohet me këmbë bukëlje përgjegjësia atyre që kundërshtuan humbjen, ndërsa të harrohet përgjegjësia atyre që morën vendimin që e prodhoi atë. Sepse atëherë krijohet një paradoks i rënd për në shtet, humbja mbetet pa përgjegjësi, ndërsa kundërshtimi i humbjes ndiqet penalisht. Dhe unë nuk besoj se drejtësia duhet shkruaj historinë e vetëmimit. Po ashtu drejtësia nuk është këtu për të përcaktuar kush kishte të drejtë politikisht në debatin për demarkacionin. Por as nuk mund të trajtoj veprimin tonë kur kishte ndodhur në një zbrasje pa shkak, pa kontekst dhe pa një çështje të jashtëzakonshme publike për të cilën po zhvilloi përplasja politike. Ne nuk kundërshtonim një ligj zakonshëm. Nuk po luftonim për privilegj personal. Nuk po mbronim një interes privat. Po kundërshtonim një vendim që preku territorin e Republikës. Dhe territori pasi humbet nuk rikthehet. Po që për të territorin e Republikës, dhe territori pasi humbet nuk rikthehet në një vendim gjykate, në një deklaratë politike, apo me një kërkim palje shumë vite më vonë. Kjo është arsyeja se reagimi ishte i jashtëzakonshëm, sepse ajo që po ndodhte ishte i jashtëzakonshëm. Ishte i jashtëzakonshëm, sepse ajo që po ndodhte ishte e jashtëzakonshëm. Me këtë nuk dua të them se aktiviteti politik qëndron mbi ligjin.
Me këtë vit po të them Asë se nuk ka marrë këtu për këtë marrë privilegj të tillë. ishte një ligjit. Dhe as nuk ka marrur këtu për Për kërkuar një privilegj të tillë. të kërkuar një privilegj të tillë. Por ligji penal kërkon përgjegjësi për veprime konkrete dhe për fajësi konkrete. Ai nuk mund ta shndrojë automatikisht një akt kundërshtimit politik në një akt drejtuar kundër jetës dhe sigurisë së njerëzve, kur faktet nuk e provojnë të faktë. Unë nuk kërkoj nga kjo gjykatë të gjykoj demarkacionin. Pra, nuk kërkoj nga ju të ndoni bindjet e mia politike. Ndonse, çdo shërbës i shtetit duhet ta mbrojë atë që kemi më të shtrenjtë, territorin e Republikës tonë. Së shërbës, shtetit, shërbës. Shërbës. I shtetit duhet ta mbrojë atë që kemi më të shtrenjtë, territorin e Republikës tonë. Por, patjetër, po kërkoj diçka shumë themelore. Të gjykoni për atë që kam bërë realisht. Gjykata duhet të përcaktoj çfarë kam bërë, çfarë qëllimi kam vepruar dhe çfarë pasojash konkrete ka prodhuar veprimi. Kam vepruar për të ndërprerë një seancë dhe për të penguar një votim në kuadër të kundërshtimit politik ndaj një marrëveshje Në ndërtim të një marrëveshje që cënoi territorin e Republikës Kosovës. Dhe pa qëllim për të plagosur apo rrezikuar jetën e dikujt. Ashtu siç thash më herët, për këtë qëndrim politik nuk kam ndryshuar mendim. Demarkacioni ishte gabim atëherë, në mbetet gabim sot. 8.200 hektar nuk janë një mendim politik, janë territor, dhe territori humbur nuk do të më pak i humbur, vetëm sepse kanë kaluar vite nga vendimi që e humbur. Pas gjithë këtyre viteve, ekziston një pyetje që besoj se do të mbetet përtej dhe rreth ekziston një pyetje e cila të mbetet që besoj se do të mbetet përtej edhe këtij procesi mësor. Si mund të ndodhë që përfumbjen e territorit mos jap llogari askush, ndërsa për përpjekjen për ta ndaluar atë të vazhdoj të kërkoj përgjegjësi penale. Territori që kërkuam të mbronë nuk është më nën sovranitetin e Republikës. Kjo është një fakt që nuk mund ta ndryshojmë sot, por të paktën mos përmbysim edhe përgjegjësinë për atë që ndodhi. Mos mrinë në përfundimin se humbja ishte e pranueshme, pas më në përfundimin se humbja ishte e pranueshme,
ndërsa përpjekja për ta penguar atë ishte krimi. Ndërsa përpjekja për Ta penguar atë ishte krimi. përpjekja për ta penguar atë ishte Krimi. krimi. Dhe vërë të gjykus për akuzën që më vjetë në barë, dikem i pafashë. Realisht, unë nuk po gjykohem për atë çfarë kam tentuar të bëj. Konkretisht, pengimin atyre personave zyrtar që të falin tokë. E keqja është se aty isha dhe i pasuksesshëm. E keqja është aty Isha dhe i pasuksesshëm. isha. I pasuksesshëm. Se të shumë. Po, Dhe në bazën e fakteve, rrethonave konkrete, mënyrës së veprimit, në bazën e fakteve, dhe në rrethonave konkrete, mënyrës së veprimit dhe qëllimit real të veprimeve të mia, kërkoj nga ju me vendimin që nuk deformon historinë. Faleminderit shumë. Kërë po të nëse më kanë disa tjera, përshtuar gjyqësore nga në vendim, përfundon seanca e shërtimit gjyqësor sot në datën 28/8/2026, ora 10:35 minuta. Shkolla e vendimit nga gjykata të vërtet në datën 2 shtator, ora 9, për shpalla shkollike fisore nuk është obligative, nëse nuk keni vërejtje në sëllat, i një të dërguar për nëse majdi. Stanca Rëmundaj,